Nga ana tjetër mund të kemi përdorimi i saj kryesor është dhe për pjesën e censurës. Pra, siç e dimë në Shqipëri është bllokuar TikToku, tentuan ta bllokonin, nuk e bllokuan dot, kështu që me anë të kësaj teknologjie, pranë dy kompanive celulare, në TikToku në telefonat e qytetarëve kur janë të lidhur me këto dy kompani nuk funksionon sepse është bllokuar nga kjo teknologji. Dhe nga informacionet që ne kemi, kjo do shtrihet edhe tek pjesa e rrjetit fiks, pra tek Wi-Fi ose interneti që kemi në shtëpia nëpër zyra, do të bllokoj dhe këtu, përveç në rastet kur qytetarët përdorin VPN. Por kjo teknologji përsëri mund të shikoj sa është sasia e përdorimit të VPN-it, kush përdor VPN, dhe nëse do duan mund dhe të bllokojnë dhe VPN-in. Dhe nëse shikojmë kush janë shtetet që e përdorin, kemi dy tipologji shtetesh. Mhm. Kemi shtetet diktatoriale dhe autokrate, të cilat e përdorin për censur, por nga ana tjetër kemi edhe shtete demokratike të cilat e përdorin për mbrojtje, bazuar në ligje shumë të forta. Dhe shqetësimi im në Shqipëri ky është. Pra, kemi implementimin e një teknologjie të tillë, por nga ana tjetër kemi një terr informativ dhe nuk kemi një bazë ligjore të detajuar. Pra, për sa kohë nuk kemi bazë ligjore, mundësia e keq përdorimit të kësaj teknologjie është shumë e lartë. Pra, nuk kemi pse besojmë thjesht në deklaratat e drejtuesve të institucioneve ose drejtuesve politik të shtetit, që thonë që është po përdoret thjesht për bllokimin e TikTokut. Mund të përdoret thjesht për bllokimin e TikTokut, por kush na jep garanci? Dhe garancinë e vetme duhet ta jap ligji, jo deklaratat në rrjetet sociale ose intervista televizive që këto drejtues institucionesh mund të japin në media të ndryshme.